Në Këlqyr po kalon në fazë zbatimi paketa e maleve, një projekt që synon të nxjisë zhvillimin ekonomik dhe investimet në zonat malore dhe rurale të bashkisë. Sipas kryetarit të bashkisë Këlqyr Klemen Doni, procesi ka hyrë tashmë në një etapë konkrete, ku janë miratuar hartat e zhvillimit dhe janë përcaktuar zonat prioritare duke përfshirë edhe territoret jashtë qendrës urbane. Kemi futur si prioritet për pjesën e zonave të paketës së maleve. Përveç qytetit, gjitha njësitë administrative normalisht janë brenda hartës të këtij miratimi, kështu që në ky moment mendojmë që do fillojnë me hapa konkret ku kanë filluar praktikisht dhe interesimet e para për zbatimin e paketës së maleve. Doni thekson se pas miratimit të hartës janë mbi 50 kërkesa nga qytetarët dhe investitorët e interesuar për zhvillim në këto zona, të cilat po shqyrtojnë nga një komision i posaçëm i ngritur pranë bashkisë. Procesi sipas tij është i strukturuar dhe ndjek të gjitha hapat ligjor, duke filluar nga paraqitja e kërkesës, dokumentacioni përkatës dhe më pas verifikimi teknik dhe administrativ. Në të gjithë zonat e hartave që janë miratuar në bashkinë tonë, ka kërkesa të cilat variojnë në të gjitha fushat që mund të bëhet një zhvillim në zonat e njësive administrative në këto zona malore, rurale dhe edhe në fshatrat e këtyre njësive. Paketa e maleve shihet si një mundësi për të nxitur investimet në zonat rurale, për të frenuar braktisjen dhe për të krijuar kushte më të mira për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Në fokus mbeten zonat malore dhe fshatrat, ku pritet që kjo nismë të sjellë projekte të reja në turizëm, bujqësi dhe infrastrukturë. Me këtë paketë, Bashkia e Këlqyrit synon të hapë një kapitull të rizhvillimi për zonat malore, duke i kthyer ato në hapësira më tërheqëse për banim, investim dhe turizëm.